Dje në ora 12:35 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në rrugën rajonale Tetov, fshati Azhinc, në fshatin Odri, një katërciklet me targa Tetovës e drejtuar nga një 19 vjeçar nga fshati Te Arc ka dalë nga rruga. Në aksident lëndime të rënda trupore ka marrë pasagjeri 20 vjeçar nga fshati Slatin, i cili është dërguar për ndihmë mjekësore në kompleksin e klinikave Nën Tereza në Shkup. Lëndime të rënda trupore ka marrë edhe shoferi të konstatuara në qendrën urgjente në Tetov. Dje në orën 20:10 në departamentin për punë të brendshme Gostivar është denoncuar se në qendrën medicinale në Gostivar është dërguar një i mitur nga fshati Ballindoll me lëndime të rënda trupore. Sipas denoncimit, rreth orës 16 në afërsi të shkollës së fshatit, i mituri është goditur nga një automjet i cili është larguar nga vendi i ngjarjes, po ndërmerren masa për gjetjen e shoferit dhe zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 20 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në Spitalin Klinik të Tetovës është pranuar një 35 vjeçar nga fshati Poroj, i cili ka pasur lëndime të rënda trupore. Sipas denoncimit, ai derisa po drejtonte një skuter në një arë në afërsi të Tetovës, ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar. Inspektimin në vendin e ngjarjes e ka kryer ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov. Dje në ora 13:10 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 23 vjeçar dhe një 21 vjeçar, të dy nga fshati Tudenc, kanë denoncuar se rreth orës 3 para një objekti hotelerik në rrugën Blagoja Toska në Tetov janë sulmuar fizikisht nga disa persona. Sot pas mesnate në orën 1:33, një 42 vjeçar dhe një 30 vjeçar në sektorin e punëve të brendshme ka denoncuar se para një objekti hotelerik në fshatin Saraqin, rrethina Tetovës janë sulmuar fizikisht nga një grup më i madh personash, në mes të cilëve ka njohur 2 28 vjeçar dhe një 26 vjeçar. Gjatë 24 orëve të fundit, sektori për punë të brendshme Tetov ka evidentuar 3 raste të konfiskimit të automjeteve për shkak të vozitjes pa patent shoferi. Në Gostivar është privuar nga liria një 41 vjeçar nga Shkupi për automjetin Mercedes. Në Tetov është privuar nga liria një 28 vjeçar nga fshati Te Arc për automjetin Volkswagen Polo dhe në Gostivar një 25 vjeçar nga Gostivari për automjetin Volkswagen Touran. Pas dokumentimit të rasteve, do të vijojë parashtresë përkatëse sipas nenit 297A të Kodit Penal në Republikën e Maqedonisë së Veriut, drejtim i pakujdesshëm i automjetit motorik.